Gjevreku 32 denar, byreku prej 80 deri 120 denar, buka prej 450 gram e cila shitej për 35 denar, tani shitet për 20 denar. Një pjesë e buk pjekësve në Shtip, Koçan, por edhe në Prilep dhe Manastir kanë paralajmëruar se nga sot do të rrisin çmimin e bukës. Nga industria e furrave të bukës pranë odës ekonomike, thonë se nuk ka ndikim në rritjen e çmimeve dhe se vendimi është në duart e bukpjekësve, por thonë se janë rritur harxhimet e prodhimit të bukës dhe se çmimet duhet të rriten për 10%. Jo, nuk është shaka e 1 prillit. Paralajmërohet shtrejtimi i çmimit të bukës. Në disa rajone të vendit tashmë buka shitet me çmim të ri. Kohëve të fundit janë shtrejtuar vezët, vaji dhe produktet e mishit, kurse çmimi i produkteve bujqësore nëpër tregje shënon rekord. Si ka për të reflektuar kjo në buxhetet familjare? A janë paga të mjaftueshme për të përballuar presionin e rritjes së çmimeve? Nuk është rregull. Sipas standardit tonë nuk është rregull çmimi i bukës. Rritja nuk është vetëm te buka. Çdo artikull e ka kalu më kufini. Pa mendoni që mund t'ja dalim vetëm me një rrugë? Unë besoj se jo. Me rritë bukë komplot që gjira lajnë. Rritja e çmimit bukës është krizë, katastrofë. Po a mund t'ja dalim vetëm me një rrugë? Me një rrugë, me cilën rrugë, në Maqedonisë? Një javë se një dalim. Për një familje flas. Individ mund dalim. Për buxhetin familjar, pra shket. Po a mund t'ja dilni me një rrugë? Jo, hiq, s'mundet. Am doktora me rrugë. Veç, arrit, çdo çmim arrit, çdo çmim. E në të shkështa për një shpushën, nafta hipi. Nga ana tjetër, qeveria zotohet se do të analizoj çmimin e bukës dhe se do të ndërmarrë masa nëse ka nevojë për rritje reale. Në të kundërtën, do të dënohen bukpjekësit që në mënyrë jo reale kanë rritur çmimin e bukës. Na teren e Državni pazarni inspektorat, 30 tima следат состојбата. Në teren është inspektorati i tregut, 30 ekipe po ndjekin situatën. Gjatë ditës do të kem takim për këtë temë. Do t'i shohim pasojat dhe nëse ka nevojë për këtë rritje të çmimeve. Nëse ka nevojë do të ndërmarrim masa, kurse nëse s'ka nevojë, atëherë kundër atyre që sillen në mënyrë devijuese do të shqiptohen gjoba. Më herët janë rritur edhe çmimet e vajit dhe vezëve, ndërsa sipas reagimeve të qytetarëve, në rritje janë edhe çmimet e perimeve në tregje, veçanërisht të specave dhe domateve. Ky trend i rritjes së çmimeve po ushtron presion shtesë mbi buxhetet familjare. Sipas të dhënave të fundit të sindikatës, shporta minimale e konsumit është rritur për më shumë se 2000 denar në 3 muaj. Ndërkohë paga minimale është rritur për 1600 denar, por mbetet e paqartë nëse kjo do të jetë mjaftueshme për të përballur rritjen e vazhdueshme të kostos së jetesës.